e bind presidentët që i kanë votat, apo edhe parti tjera. Nuk e ndalën as partinë e dytë, as tretë, veç duhet me bind presidentët që i kanë votat. Tani, interpretimi nëse kandidati njëjtë mund të kandidohet prap, nuk është i shtjelluar në mënyrë të detajuar në vendimin e gjykatës kushtetuese, po nuk e ka ndaluar në një veprim të tillë. Pra zoti Kurti mund të kandidohet edhe një herë, ai bie kështu. Zoti Kurti mund të kandidohet edhe një herë. Pastaj eventualisht mund të ketë një vendim gjykatës kushtetuese tjetër. Vërtet, zoti, nëse i dërgon, nëse partia e parë bind presidentën që i kanë votat dhe ja dërgon emrin e njëjtë presidentës, pastaj presidentja mundet në diskrecionin e saj që me ia dhon apo mos me ia dhon duke u bazuar edhe në këtë kriter që jo kandidati i njëjtë apo duke thënë që nuk mund t'i keni votat. Domethënë ka në diskrecionin e plot presidentja kushdo që e bind që i ka votat dhe pastaj nëse ja jep kandidatit njëjtë dhe çështja shkon në gjykatë kushtetuese, atëherë gjykata kushtetuese mund të sqarojë edhe këtë çështje nëse është e lejuar me kandidatin e njëjtë apo jo, por në vitin 2014 nga leximi jam nuk është që e kanë ndaluar në mënyrë decisive. Okej,